Raketat balistike që prodhon Irani dhe kontingentet që ka, natyrisht i ka dhe të përparuara, por jo në ta themi me teknologjitë më moderne, siç e kanë vendet e tjera me ushtri të zhvilluar, siç e ka dhe Izraeli për shembull. Ato natyrisht kanë qenë të synuara në drejtim të Izraelit. Dhe çdo vendi tjetër që i binte ndesh politikave të veta, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që dhe synimi tjetër për të reduktuar në maksimum raketat balistike të Iranit ka qenë që ato të mos bëheshin rrezik për sigurinë dhe paqen të Izraelit, të rajonit, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E treta ka qenë që Irani të heqë dorë nga kontributi, ndihma e këtyre proksive të veta në vende të ndryshme rreth e përqar. Sepse këto gjithmonë shkaktonin problematika. Edhe kanë krijuar, dihet që Hezbollahu është pjesë e qeverisë Libanit. Ashtu, ndërkohë që Hezbollahu pjesërisht është konsideruar ja na ndihmoi regjia dhe me një hartë që ta kemi më që jeni duke ju lutem regjia hartën, kemi 2 harta të lidhjes mesme të gjithë shteteve aty dhe të atyre pikave ku është kjo është lidhja mesme dhe këtu mund ta tregoni më konkretisht zoti Gjoka. Po. Pra, Libia është qeveria libiane është e përbërë nga një faktor kryesor që është krahu ushtarak dhe që natyrisht ka në përbërjet vetë e Hezbollahut. Pra Hezbollahu ka krahun ushtarak, ka dhe krahun politik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë konsideruar Hezbollahun si një organizatë terroriste. Ndërkohë që Evropa, duke qenë se kemi të bëjmë me një stabilitetin e një vendi siç është Libani, konsideron krahun ushtarak si organizatë terroriste, por jo krahun politik. Jo krahun politik. Po. Ndërkohë që Izraeli ka goditur dje dhe pardje Libanin, edhe sot e ka vënë alert madh libanezët, sepse do të godisi baza të vazhdueshme ekzistenciale të Hezbollahut në Liban, duke krijuar problematika natyrisht në mbarvajtjen e jetës përditshme në Liban, por natyrisht edhe për qeverisjen e vendit. Kështu që qeveria e Libanit aktualisht kërkoi që Hezbollah menjëherë të ndërpres veprimet ushtarake kundër Izraelit, të tërhiqet, të mbylli bazat e kështu me radhë, sepse normalisht shikon një kolaps nga ana e tij. Dhe e katërta që ishte problemi i revoltave brenda Iranit, protestave të mëdha që ishin në një lloj kryengritje të cilat aty mendohet që të kenë vdekur, të deklaruar 32.000 veta të vrarë, por ndërkohë që pretendohet që numri duhet të jetë 2 fish, sepse ka ende të pagjetur, ka ende të humbur nga familjet iraniane që kanë qenë protesta. Një vend kaq të madh si 32.000 janë zyrtarisht vrarë dhe 32.000 mendohet që nuk janë të gjetur. Si mund të fshihet një numër kaq i madh? Aty fshihet sepse sistemi është i tillë që natyrisht edhe vrasjet që bëheshin si vrasje që dukeshin rreth parë si vrasje midis njerëzve, midis vetë protestuesve, por kanë qenë të infiltruarit aty brenda dhe është nga regjimi dhe është një regjim satrap, është një regjim diktatorial që nuk shef gjë islamik. Po, islamik, po janë të mpleksura çështjet politike, ideologjike, fetare. Zoti Gjoka, ka shumë pyetje tani. Ajo më kryesorja është që këto ditë kanë ndjekur me shumë mendje dhe jo thjesht koleg, por edhe diplomat, madje edhe ish ministra dhe thonë, a ishte e likshme ajo që bëri Amerika dhe Izraeli, në bashkëpunim me Izraeli, duke goditur Iranin, sepse sipas nuk po e përmend emrin, ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Po, është e vërtet. Është e vërtet, edhe këtu duhet sqaruar mirë kjo çështje. Po, kjo është thelbësore. Po. Domethënë këtu është fillesa ta themi. Megjithatë, argumentat janë aty pse u ndërmor një sulm i tillë. Edhe regjimi ajatollave me veprimet e brendshme që bënte brenda vendit dhe me veprimet e jashtme, me politikat e jashtme, natyrisht e kishte u bë rrezik për paqen. Po, është bërë rrezik me kohë. Por tashmë u gjet mënyra për ta goditur. Po pra, çfarë ndodhi? Ndodhi ndonjë diçka që Amerika tha prit stop. Tashti e para një herë që ta marrim nga fillimi. Në bazë të Kartës Kombeve të Bashkuara,
nuk lejohet që një vend të godas një vend tjetër. Edhe këtu ka disa nene, por veçanërisht neni 24 i Kartës Kombeve të Bashkuara ndalohet ndërhyrje në punët e brendshme dhe agresioni drejt të drejtë kundër një vendi tjetër pa asnjë lloj arsye. E para. E dyta, shikohet që sistemi multilateral, pra i organizatave shumë palqe, siç është dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe veçanërisht Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, janë në një gjendje mos them të mjerueshme, kaotike. Jo kaotike, por në një gjendje të rëndë që s'marrin vendime. Pa fuqi. Po, pa fuqi vendimarrëse. Edhe kjo ndodh për shkak të politikave që ndjekin këto shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha, brenda Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sepse duhet ditur që Këshilli i Sigurimit është institucioni i vetëm ndërkombëtar, i cili vendimarrja e të cilit është e zbatueshme për të gjithë vendet anëtare të OKB-s. Ndërkohë që OKB-ja në vetvete, Asambleja Parlamentare e OKB-s, që përmbledh të gjitha vendet anëtare, ajo ka një klauzol ose ka një lloj përqasje që është e karakterit narrativ, është e karakterit politik, pra me qëndrime politike, kurse veprimet detyruese i merr Këshilli i Sigurimit. Kështu që statusi ose elementi i vetos në Këshillin e Sigurimit, të cilët ne kanë 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Britania. Kjo veto bën që mos ketë vendimarrje në Këshillin e Sigurimit. Dhe duke ditur që këto vende, ka një vendim të tillë. Këto vende, veçanërisht Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qëndrime nganjëherë diametralisht të kundërta me njëra tjetrën, atëherë ato nuk çojnë në vendimarrje sepse vendosin veton edhe blokojnë procesin. Zgjidhja kush është? Atëherë zgjidhja normalisht duhet kalojë nëpërmjet forumeve ndërkombëtare, duhet që Këshilli i Sigurimit të bëhet eficient. Po që të bëhet eficient, duhet kaluar në një proces reformimi. Edhe procesi reformimit ka rreth 30 vite që ka filluar. Dhe pikërisht këto vendet e mëdha, vendet e fuqishme, vendet me potencial të madh ndërkombëtar nuk e lejojnë këtë gjë sepse u pëlqen ajo e drejta e vetos, sepse vendosin mbi fatet e zhvillimeve ndërkombëtare, mbi fatet e kombeve e kështu me radhë. Kështu që kjo e ka bllokuar procesin. Ndaj dhe administrata Trump e ka abandonuar organizmat ndërkombëtare, e ka abandonuar diplomacinë shumë palqe. Nuk merret më, as në OKB nuk fosin as subvencione më, as OKB nuk funksionon. Po, nuk funksionon, sepse është e bllokuar. Ndërkohë atëra ai thotë s'ka ç'm duhet multilateralizmi, s'ka ç'm duhet diplomacia shumë palqe, kështu që do veproj me politika të veçanta që janë unilaterale ose me grupime. Dhe grupimi në këtë rast ishte Izraeli? Dhe grupimi në këtë rast është Izraeli. A është e lishme kjo? Normalisht në bazë të parimeve ndërkombëtare nuk është e lishme. Nuk është e lishme. Po ç'na duhet? Ashtu. Por me këtë logjikë bie dhe Kosova, po, pikërisht dhe Kosova kështu filloi, por ama është goditur një e keqe. Një e keqe e brendshme e Iranit. Dhe kjo është më e rëndësishme se sa patjetër, një e keqe e brendshme e Iranit për popullin e Iranit dhe nga ana tjetër, ja, dhe kjo është edhe pikat ku është bërë goditja. Ku është bërë goditje. Dhe nga ana tjetër është kufizohet ose do fillojë të kufizohet në maksimum destabilizimi që Irani i bën rajonit në radhpart lindjes mesme, por edhe të gjithë vendeve të ndryshme në botë. Se destabilizimi nuk është thjesht çështje armatimi, çështje ushtrie. Po çfarë? Çështje proxy. Natyrisht këto janë brenda politikat, por janë politika 1, është ekonomi 2, është energjetik 3, është ndikim fetar 4. Pra janë shumë elementë tjerë të cilat çojnë në procese destabilizuese. Edhe në këtë rast Irani e ka bërë këtë politikë, ata janë të deklaruar hapur dhe publikisht regjimi ajatollave, që është për eliminimin e Izraelit, për shkatrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra me deklarata publike ata e kanë bërë këtë gjë. Do të thënë, zoti Gjoka, ne kemi përdor një frazë të asaj që quhesh në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë. Boshi të keqes është Rusi, Kinë, Iran? Nuk mund ta quaj ashtu, sepse ka përshkallëzime këtu.
ka për shkallëzime. Irani është për rajonin e lindjes mesme 1, por që natyrisht furnizon të gjitha ato veprime politike, ushtarake, ekonomike që janë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kundër Izraelit. Kështu që në një farë mënyrë Irani bëhet, si thua, shpal me gjitha ato që janë kundër Amerikës në radhë parë edhe Izraelit në radhë dytë. Por kjo pastaj cënon sigurinë ndërkombëtare, se mund të jenë vende të ndryshme që kanë pozicione të ndryshme gjeografike dhe kanë rajone të veçanta